të di. O, Cosmos Tours, o vdek shamë për ty, vogli. Ti, qamë në. Qa ke shkruajtur këtu, kjo? Klavikur. Elida, është emri mami tim. Wow. Interesant shumë. Po shpjegoja kush është mami jote. Po ja kam shpjeguar. Mami është këngëtare. Tregoj kë këngë ka kënduar. Oj, erdi bilbili, oj, erdi. Këngëtare, ka ikur në 95, 93-shin aty diku. Kemi emigruar. Është marrë dhe me këngë, sot këndon 3 gjuhë të ndryshme. Ku jeton? Në Düsseldorf, në Gjermani. E pasi mamin aty ti? Për momentin është në Spanjë, besoj, se në prill ikin atë pa. Jeton 6 muaj në Spanjë, lëvizin në Spanjë, Gjermani me burrë. E martuar është me ndonjëri? Tuaj? E bashkër, po. Bravo. Është kanë dalë në pension edhe lëvizin. Kemi pas edhe një farm të vogël në Hungari. Shumë bukur. Po pse në Hungari? Gjeti, ka qenë një vend ku kishin merr me hepizëm, ishin 200 kuaj. Edhe aty ku shkonin në restorant, hanin e pinin, shoku i vet i thot, hajde blini dhe ju 2 kuaj atje. Ti kemi kemi 2 kuaj në një shtet tjetër. Edhe fillimisht ashtu lindi ideja, kanë shkuar ta marrin kuajt, ju ka pëlqyer vendi, u lidhën me çiftin që ju shitën shtëpinë, ju bën shoqëruan. Kemi këtë shtëpi për tashit, ishte një okazion shumë i mirë. Ne blen punë, që shpia është punë. Kjo korbarin, jo këte, jo andejo, tash i kanë dhe një mosh dur që së mbajtën dhe e kemi shqitë. Po e majtën sa kohë? 12 vjetë është majtë. Tash i kemi vetëm në rrim, që kemi vetëm në Spanjë. Po dhe ajo ka shumë punë. Se shtëpia keni dhe atë në Spanjë? Sa kjo? Po e keni kështu në afërdetit? Po. Që ka bukur shumë. Po them do kënaqemi kjo punë. Spanjën e dashuroj. Edhe me zi prez Mozameti do t'jap librin e gjyshit që t'ka dedikuj poezi ty. Me zi po prez do t'a jap. Po gjyshi që ka pas emrin? Sami Shehu. Dëgjoj. Edhe titulli është Mimoza Ahmeti. Kështu titull, po, më kështu titullo Mimoza Ahmeti, kështu titullohet Vjersha. Wow. Dhe si është paka shumë çfarë? Paka shumë është se mbaj mund që fëmijë që të shikonin në televizor dhe Gjyshi është njëri shumë pedant, ka qenë arsimtar, shkrimtar, piktor. Ti kishte simpati. Po. Ishte shumë pedant, kishte shija që i kishte simpati. Dhe ajo teori ose ideja e Vjershës është që ti e marrë një kohë të shkurtër në politikë. Po, një 20 ditë, që 30. Politika dhe sinceriteti nuk flën bashkë, këta e mbajmon si frazë. Sa interesant. Po shumë, do më thënë që kjo nuk të përshtatet ty. Po, pas kanë qënë vitet 2001. Edhe mbajmon që e ke bërë fort nervoz kur e votë politikë. Nuk i pëlqen ajo gjë. Bravo. As ti nuk i pëlqen, po as Josefina Tovalli si pëlqen në politikë. Femra shumë bukur ato është e për fund politikë. Pas ka qenë Gjyshi inteligjent. A i mbante një tavolin, a i tishte kjo gjenerat që jam mund sot, ose me i ri, tila formate, për të mbaj njërës me muhabet, me qatë të dushti, a i ka qenë i lindur pra një. Fabula ka shkut pa fund, dhe Gjyshën e ka marrë si Maria, dashuri këtë këmë. Po, afër ku qyteti jeni në Spanjë? Në Gjermani, në Düsseldorf? Düsseldorf, atje në Alicante. Alicante? Unë kam qenë Alicante, moj! Si? Unë kam qenë Alicante, 2 herë festivalin e Alicantes. Wow! Jam e sigur që ata janë aty. Qytet kryevepër. Sepse di që në maj... O, zotë, si vinë ato rrugët, ku shkopër në Alicante. Wow. Mu në vdes për nëntor... Do vitë bëj plash këtu. Po më hajde kur tush. Nëntorin... Wow. Di nga Sevilla. Po, ti ke jetuar kjo. Ti ke lind vajzën. E pysni nanën, nga je nga Spanja, po ju me mami të janë se nuk je nga Spanja. Po unë ati kam lindur, po këtë lindur ati, po nuk je. Dhe i këtë bëj qikë servitje, se që ka shumë e gjatë periudhë, dhe më kujtove që është e shkurtër. Sonja, a thu vjen këtu jam shumë kurioz. Jo. Anna, për të ardhur tek firma një. E do në këtë kam të për vlajnë. Zvjesho? Jo, po nuk e nëzero në këtë. Edhe kërë më thoni, mos,
edhe kontaktet i kam kufizuar, mos i shqetësona, ata Bash ndryshe një janë të vërtetë. Ëndër buk? Jo. Që ka Unë nga supa më ka shiu shumë. Ha? Supa më ka shiu shumë. Ishte shumë e mirë. E kishim shumë të nevojshme ato. Nesër do rregulloj dhe ato pasqyra. Edhe xhamat jashtë banjo kisha qefti fshi njërë mirë, tapetin e lava. Ti apo jo, s'du unë të banja që o shok, ne du mirë rob që kur e merë, i ngre dhe plakat e banjë, ti apo jo. Si jo? Duke kam qef tashu, po e mendova edhe njërë, tash e di qarë tash në atë parë për vetën tonë, edhe për ju e kam bo, se për Sarën, një kishë se kësha lëviz. Shishica King është bërë njëri. O tani do të ras King. Sa parkova jatin aty tash. Ka veshun atë fustanin, bëjmë një meci. Po pra të veshim... Ju bezdis apo? Jo, që të Është kënaqësi veçantë, sidomos me këtë paraqitje. Unë jam mësuar të bëj komplimente, ju bëj edhe çunave komplimente. Po, edhe unë, kur duken mirë, po. Se kam jo problem fare, po kur jam në Shqipëri jam kështu pak si të kufizum. Jo, po edhe meshkujt, domethënë në psikologji thuhet që kanë nevojë për komplimenta, domethënë I bën edhe nëpërmjet syzeve dhe nëpërmjet xhamave. Jo, mo ja. Jam e lexueshme dhe ju. Po kur pëlqen diçka e lirë, pse mos ta... Jo. Si s'ka të bëj me... Çka ti gjyqje? Jemi përtej telekamerave. Po, cheers. Ato dronin ta kishim shumë bukur. Foto e ishte. E më erdhi aty. Kur dola nga aty më erdhi aty po, është një shumë e bukur. Super foto ajo. Edhe ka një kujtim shumë bukur. Shumë e bukur ishte. Ka një kujtim shumë. Thu do vi vajza jota këtu? Atëherë, nuk e besoj. Se për ti kam qef të takoj, kam shumë qef. E di pse nuk e besoj, sepse është parë, është jetuar kjo gjë. Nuk e di. Nuk do kisha qef, kam parë rrjetet sociale, e kam shumë qef. Leqë shumë e bukur, jo kështu e vë, po është e bukur. Edhe i kanë qenë nënës vetë. Ja, dhe i lirë. Ka prej kokën mund që vetëm nga i gjej kanë gjarë. Mu më duket sikur i kanë gjatë mamet vetë. Ja. E në gjanë shumë lirë. Ka këtu komplet gojën, qeshmen, mimika. Më duket si e jam ma. Se di pse, që edhe është me pastër, kështu në. Ngërdheshjet ato, edhe kur nxefet, edhe si karakter. Unë kam qef kur kërcen. Kapemi. Kur bën kështu kur kërcen, se mos kur kërceni bashkë, ju kam parë në... Vdes. Kapemi, këtë gjanë. Kush e di që bëhet jashtë. E, sa herë pyes vete. Unë kur izolohem që jam kështu mundohem të... është shumë e vështirë. Kush e di që bëhet jashtë. Kush e di që është bërë. Inshallah ka mbaruar ajo rëmuja ane nga... Jo, ka dhe pak. Ane nga Gjeri Persik. Aty s'ka marrë. Jo, se ajo është shumë e lidhur me gjithë ekonominë botërore, kupton, edhe automatikisht dhe me Shqipërinë. Fillu nga karburanti me radhë. Fakti që Adi, kur doli ka ishte rritur. Ishte rritur, ha? S'është gjithë. Është dona mbas dite, te stalla. Jeti dhe dona. Okej. Pa e mund të bëjë një ndryshim shumë lirë? madh. Po, të dukem për te stallat mund ty? Gomarin. Apo jeni kujdes kur bëjmë ato? Po jemi kujdesur. E ke mbyll? Po. I dham ujë. E lam pas dite, a? Më gjej ato ti marrin punën me seriozitet. Më gjej një kështu Po fshirë për lepujt unë. Lepujt me çunat ndarke, do mundoj me sallatra, me gjërat i kapi. E kam seriozisht Sara do ta bëjmë. Po do ta bëjmë ashtu siç bëhet, jo dalim nga një gjem lepuj. E unë s'pëtalem se kemi bërë gjithë ato shtëpi. Po të ideja tani është kjo, nëse ti do t'i mbledhësh